Mirë po si fëmijë deri në moshën 18 vjeçare kam qenë basketbolliste. Unë jam Uta Ibrahimi, jam alpiniste nga Kosova. Pastaj peshkataria ka ardhur pak më vonë në jetën time kur kom përfundu studimet për shkak se studimet i kom përfundu në fakultetin ekonomik. Në vitin 2017 kom gjetë majën Everest, kështu jam bo dhe personi i parë nga Kosova dhe vajza e parë shqiptare me këtë ngjitje. Në vitin 2025 gjithashtu kom përfundu projektin e 14 muajave. Më është dashtë 8 vjetë punë dhe 8 vjetë jetë për me përfundu këtë projekt. Maja fundit ka qenë maja Kanchenjunga. Dhe kështu jam bërë personi i parë në Ballkan me këtë arritje. Edhe kështu që shumicën e jetës së kohës së fundit domethënë e kaloj në natyrë. Për shkak se mendoj që aktivitetet fizike në natyrë na japin shumë energji pozitive, na ndihmojnë me qenë njerëz më të mirë për veten, për rrethin edhe për natyrën.